Zona Mëngjesit, faleminderit për pjesëmarrjen. Besoj të keni shijuar filmin, dhe mos pa ata që kishin për të parë. Këtu do kemi një bisedë me scenaristin Filip Parullat, Leta Liçka, i cili jashtuar që në pedagog në universitetin e Artëve për mua, që për mua që si e dyqysh që kemi bashkë të bisedë. Ka një pyetje të parë sa për ta nisur historinë e tij, në fakt do të ndërhyjë sa të kemi të shuar. Ky është një skenar i bazuar tek ishmi juaj, një tregimi juaj, apo jo? A mund të më tregoni si nisi kjo ideja Parullave? Nga e mori spunton që nisin të lysh tregimin dhe pastaj skenarin? E kam treguar shpesh se gjë, ai që më është bërë tash si rutinë. Në fakt, unë nuk kam shkruar, letërsi kam filluar shumë vonë, me fjalë në një moshë të unë kam mbaruar biologji dhe fillova u bëra shkrimtar, si thua nga rasti. Në atë periudhë, nga vitit 95-96, kam punuar si në Ministrinë e Kulturës, përgjegjës për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe shkonja shpesh në këto mbledhje takimet ndërkombëtare dhe një nga ato takimet në Këshillin e Evropës në Strasburg. Aty siç bëhet mbledhja para ditëve në darkë, mblidheshin 5-6 veta delegacione që për darkë. Dhe një nga ato darka, mbaj mend një dikush tha aty, na tregoni se cili nga historitë është i përqeshur, ku diun histori për dhe madje njëra tha nga ato që tregoni si keni bërë për fjalë të kështu, si keni bërë dashuri për të parë ju që jeni në tavolinë. Edhe filluan të tregonin ata spontan, një çek, një polak, një ashtu, dhe mua po mbidezoj për i vërtetë s'po dinja të citat çdo thosha. Dhe thash, kur bënja parullat me gur, e thash edhe për batutë, që kur bënin parullat me gur, kur ishte mësues fshati. Dhe aty u bën kurioz, si është kjo puna, ç'është kjo, ç'a parulla shumë ku qysh tek. Dhe tregova madje se ideja që për të bërë interesant, për të bërë përqeshur ata pjesëmarrësit, thash atë që kishte me sy të mirë drejtori jepte parullë shkurtër, se parulla kishte vërtet, unë jam ekspert, realist jam ekspert parulla, se kam punuar 10 vjet duke ndërtuar parulla. Tregova këtë histori që kur e kishte atë që kishte me sy të mirë drejtori jepte parullë me pak shkronje që kishte pak punë fizike, se kishte vërtet punë fizike të rëndë. Dhe mbaj mend që na erdhi një mësuese nga Gjirokastra, ka qenë kjo, që luan Luiza, dhe ne gjithë mësuesit duke e parë me simpati, kur shkruante misim më shumë me të, drejtori për njëri dha asaj parullën lavdi më lë, marxizëm leninizëm, vetëm me 4 shkronja, dhe gjithë e kuptuam që po e gjuam. Dhe si kompliment. Ku mbasi 6 muajsh drejtori e ndroi, bënin çdo 6 muaj, 3 muaj, sipas situatave politike, bën ndrim parullësh dhe Dianës i dha tamam ato, të mendojmë, të punojmë, të jetojmë si revolucionar. Dhe gjithë e kuptuam që si kishte ecur, se përkthej pra jeta, pra kush e mesazhi që edhe vërtet ata pjesëmarrësit u shkrin gazë duke po e tregoja se si mund të përkthej përditshmëria ose lavazhi i trurit në jetën e përditshme të një fshatit, dhe sipas meje, për të njohur më mirë një realitet të caktuar, duhet ta njohësh në përditshmërinë, thjeshtësinë ose rutinën e përditshme të jetës fshatit. E tregova këtë histori për të përgjigjer ke kjo dhe qeshur, mbaj mend që qeshur dhe të nesër më erdhi një francez, ishte nga Marseja, tha unë kam një revistë filozofike, edhe është ajo revistë akoma agon literaire, dhe tha mund ta shkruash atë që na tregove dje, dhe unë vërtet s'kisha shkruar ndonjë letërsi. Mund të kem qenë moshën 38-40 vjeç. I thash, po pse? Po sepse tha kam një revistë dhe mund ta botoj. Më duk interesante, tha
politizimi, lavazhi trurit, ideologjizimi ekstrem i një shoqërie në celulat e saj në fshat. Dhe i thash, po s'kam shkuar ndonjëherë, po shkruaj, po e provoj. Dhe plus që u përkthela, më duk vetë janë të bëjmë shkrimtari, thash ati, po më tha, po provoj, nuk është aty që tregove, tha, mos e exagjero, se mos e thjesht o shkruaj. Erdha në Shqipëri, në Tiranë u ktheva e shkruajta, ja dash një shoqe të zyrë si kisha mbaruar për frëngjisht ajo. Ta përkthente e dërgova dhe ai e botoi. E botoi jo vetëm që e botoi, po më dërgoi dhe para. Mbaj mendja $100, $200 ashtu dhe që përkthelse që një tregim të parë që ta shkruar ndonjëherë, ta shkruash, ta botojnë, ta përkthej, ta botojnë në Francë, mendova që ka lehtë kjo punë për të bërë shkrimtar i famshëm. Gjë që s'e fare rasti. Dhe kështu u botua më kërkoi 2-3 tregime, ja të çova dhe u botua një libër dhe ai u botua për herë të parë në Francë. Një shtëpi të mirë botuese dhe pastaj botova në Shqipëri. Dhe një producent francez e thash pak më parë, ai propozoi. Ishte kjo anë Dominique Toussaint, e cila është nga aktualisht është nga producentet kinematografike nga më në zë në Francë, së bashku me këtë tjetrin, po janë ndarë dhe kanë ndarë kompani, Pascal Udelevish, 2 producentë shumë të mirë. E kështu u vajte, që u bë filmi. Mendoj që mos shkruaj biseda sore, mund të mos i dashni të atë nek dhe të folë për këtë. Renis, ky është diskutim interesant, shpeshherë. Rrethanat, rësia dhe domosdoshmëria. Jemi gjithë produkt të rrethanave. Kryeshja filmi sot, që janë pas gjatë drejtës në vendrena, se vjesh dhe vjetë pak e vëndes, do atë që ka rizikuar, që atë të shqie. Gjë që më betë më ndjetë, po tani po e shep për disa dhe njerë, që disa detaje, ose në ndonë, ku është një një tjetër historisë. E o mendoj, aty ishtë një grup njërës, që një gjuar të gjithë dhe dhimi, grup njërës dhe 10 vjeç, ato kohë sot. A e kuptojnë ata pa ishën parullat, e kuptojnë të rolin që ishën në film. Dhe nga janë tjera, atë e kuptojnë të rritë sot që janë parullat, që e kuptojnë ideologinë të gjithë filmin. Pikërisht këtë pyetje më bën Cannes, kur vajte në Festival e Cannes, u bë një konferencë, i caktoi në Festival e Cannes, një ditë i caktoi një filmi. Pra, në atë sesion, në 2002 kemi qenë me Gjergjin, edhe Arturin, dhe ja caktuan filmin Slogans, dhe aty u bë një konferencë shtype, dhe kjo që pyetja kryesore ku insistonin, pra, së pari aktorët si e perceptonin fëmijët kundit, si ishin vetëm dhe ishte shumë vështirë të orientonje, shpeshherë edhe shqiptimin që thonin Kina është vend televizionist, bashkimi sovjetik, thoshte bashkimi sovjetik, pra terminologjinë e kishin, po vetëm se ishin fëmijët fshatit aty, këtu në Petrel ishin entuziastë që do dilin në film, në kinema dhe ishin të bindur, pra i komandonje lehtë, i merrnje me të mira. Pastaj se pati shumë debat atëherë që Gimi Qiriaqi ke roli drejtorit dhe ashtu ka qenë vërtet realist, filmi është vërtet 100% realist. Dhe filloi i ra me shpulla, po i ra keq. I ra shumë fort njërit nga ata fëmijëve, po se bëri pra ata e dini që ishte film edhe e pranuar me dinjitet të rrahurën e Gimit të fort. Dhe edhe për këtë pati debat aty në Cannes, që ky film që dhunohet fëmija. E para. E di pse e bura atë unë edhe se mbaj mend unë, kur sapo isha emëruar, më ndodhi kjo gjë, po në fakt kur zboni detyrat klasa quhej sabotim. Sabotimi i edukimit. Mbaj mend kam pasi drejtor që nga fshati atëherë dhe po ishin tekër të rrinin, me fjalë rrinin. Mësuesit dhe drejtori mbaj mend që i mori me radhë duke i rraf, po u lodh pasaj. Bjeri njërit bam bum, shkoi ke i dyti, i treti u lodh, pasaj filloi kaloi në mes të bankave i bite sa me i kra majta, sa me i kra djata, se i ku gjithë nerva mbaj mend.
E këtë skenë desha dhe gjë që ta e shpjegoja për ta realizuar. Kurse pyetja tjetër është që fëmijët e sotëm, padyshim se kanë ide. Filmi, shiko, çdo ngjarje bëhet në një kontekst caktuar, historik edhe qoftë dhe gjeografik, po historik kryesisht, dhe një nga mesazhet ose qëllimi që i këtij, që unë fillimisht e botova novele dhe librit edhe babon filmit, është kjo që deri ku mund të arrijë lavazhi i trurit, larja e trurit, ose indoktrinimi në ekstrem të mendjes njerëzore, dhe njeriu përshtatet në çdo lloj realiteti caktuar, ti përshtatet se duket gjë më normale që do ha një bukë, do bëj një ncim, do bëj një parrullën politike, dhe se kishe mendjen, ironia ku ishte ky film, ose kjo ngjarje, ose ashtu që asnjëri se kishe nganxosi, se kishe mendjen ke përmbajtje e parrullës. Për shumë çfarë thoshte parrulla. Ata vetëm për herë llogarisin numrin e shkronja sa lodhje fizike do bënin. Ky është ai paradoksi absurdi i kësaj gjë, dhe e kanë vështirë, sidomos brezi sotëm, po edhe juve që jeni këtu, shumica jeni lindur mbas, dhe këtu pastaj hapet një diskutim tjetër, vlerësimi i një libri ose një filmi të një vendi të panjohur ose të një kohe të panjohur, për ashtu. Ti e ke shumë vështirë, për shumë, po marrim një temë që këtu kemi 2-3 shkrimtarë me sa njofun, vështirësia që ka letërsia shqipe ose një vendi të vogël të izoluar për të orientuar nga një lexues i huaj që ku fillon dhe ku mbaron realiteti një, e vërteta, dhe ku fillon dhe mbaron mjeshtria e shkrimtarit, ironia e shkrimtarit, ose themi dramaticiteti i shkrimtarit, shpeshherë është i pakuptueshëm, dhe ky distako ose kjo distancë, themi, është sidomos për brezin e sotëm, dhe unë po bisedoja me organizatën që ashtu me çfarë për të risjellë në kujtesë realitetet e asaj kohe. Pra vetëm duke pasur parasysh kontekstin historik mund të orientohesh edhe më mirë me këtë film, dhe për ta përfunduar këtë, kam vura re në Cannes, ose edhe unë kam lëvizur me këtë film. Gjergji po sa herë bënin tur në Francë, në Zvicër, unë kam qenë në Leningrad, në Shën Petersburg. Më lehtë orientoheshin publiku i vendeve ish komuniste. Pikërisht, pra. Por sigurisht filmi, sigurisht është shumë i kuptueshëm në kuptimin e kontekstit dhe historik, edhe fakti që ky film ka qenë filmi i parë dhe i fundit që në Cannes, pra është një film kontekst, do ta themi patjetër. Dhe besoj që sigurisht merit e regjizitorit dhe skenaristit, që dallueshme që dora e regjizitorit edhe skenarit që në kontekstin e sotëm, paktën në 28 ku i bëra filmin, ka gjithmonë atë notën ironike dhe groteskë brenda. Ajo ta ketë de facto 20 vite, mas 50 vitesh ndërë gjithmonë. Edhe në detaje shumë të vogël. Besoj kjo është ajo që ndërë. Po një diskutim shumë të vogël, që është nga filmi me Dionisi pak më parë, lidhe me fundin e filmit. Historia të lënë kuptosh që kjo ngjarje do vazhdojë më tej, duket sikur nuk ka fund. Ju që një skenarist, po besoj dhe bashkë me regjizorin e kemi diskutuar si dojnë të përfundojnë. Përgjithsisht fundi i filmit është dhe orientimi që regjizori dhe skenarist duan të japin në formë dhe mesazh në gjithë. Është vërtet. Unë këmbgula për këtë fund, pra njeriu përshtatet, mbaj mend vetë, për shembull, kam qenë mësues. Ti shkon në një realitet caktuar dhe është biologjike kjo, unë jam biolog, ti përshtatesh nga rrethana dhe bëhet normale një gjë që për ty s'është normale, supozojmë. Madje për këtë po tregoj një përvojë për dhënë këtë mesazh, dhe heroizmin në fakt, se shpeshherë më kanë kritikuar që ky film frikacakësh,
deri që nuk reagoi, nuk pati asnjë protestë, asnjë gest kurajoz, më tepër kurajoze u tregua Luiza, po zakonisht vajzat ose gratë janë më kurajoze për i vërtetës për të shmangur kompromiseve. Nuk është kështu e bardhëzi kjo, po që dhe personazhi kryesor për shtat me gur, me parrulla, bëj mësim, shpëtoi nga ajo pura fizike që është tek. Në lidhje me këtë, pra po tregoj një episod në Universiteti i Barit para një 10 vjetësh, më ftoi, ishte botuar libri në Itali dhe në rast të librit u bë dhe shfaqja e filmit. Dhe në universitet ishim rektori e këta dhe salla ishte plotse prej filmit, festivalin në Cannes dhe kishte pritje të mirë. Dhe komplimenta shumica e pjesëmarrësve. Në fund u ngrit një grua e moshuar dhe ishte gazetare italiane. Sinqerisht edhe më sulmoi në kuptimin me fjalë, tha që ky film, tha që kjo që do trokitje për këtë film, tha që film po i bën glorifikim dhe heroizmit. Në fakt reagoi ky rektori, tha për 10 minutë se kemi të ftuar, mos e pyeni unë, në fakt e kisha qefat punë, se bëhet monotone, komplimenta, tash jo, më pëlqen zonjë të vazhdojmë këtë debat për çaj ke fjalë. Jo, më tha na sollej film, tha me frikacakësh, që ky që nuk pati minimumin e protestës, minimumin e reagimit për të reaguar ndaj një realiteti të tillë ndaj këtij dhe në fund fare mbylli ajo që sinqerisht vjen keq për ju, se dhe mora vesh që është film autobiografik, vjen keq për ju si individ që dhe bek kaq frikacak ke qenë, kaq vjen keq për ty. Aty kam dhënë një përgjigje që mendoj që lidhet me këtë që thua dhe fundin. Zonjë, më vjen keq mua për ju italianët, thash kam një javë këtu në Itali dhe i kam mbredhur këto male dhe si mund të jetoni sa ajo tha, si mund të jetosh në një vend me realitet të diktatorial. Jo, i thash përkundër, më vjen keq për ju italianët, se si mund të jetoni me këto male pasi parrull politike, a mund të jetohet në këtë formë, për të lënë mesazhin që zonjë, për mua norma janë parrullat, edhe ishte jeta e përditshme pa parrullë, ideologjizim. Pra ajo që qofse ti ke një alternativë, ti je egzotik, nuk jam unë egzotik. Pra përshtatshmëria dhe fundi i filmit është tamam mesazhi i përshtatshmërisë, aty nuk u dëgjova mirë, por ka një dialog që unë këmbgula shumë i fundi Gim Qeriaqi me këtë Arturin, se propaganda çfarë ishte? Ideja parrullave me gur ishte që pse me gur dhe me populli shpreh nga zemra me shpirt dashurinë e tij për partinë, për Enver Hoxhën, për etj, i pastron. Ndërkohë që ishte fare spontane, aty bëhej fjala për një propagandë të egër që aty ta bëj një gabim parrullën quaj kishte pasoja. Dhe por atë është ai dialogu fundit kur i shpjegon Gimi këtij, sepse çfarë ndodhi vërtet, kur filluan bënin ca shpime tulla sindikate edhe shumë mësues për të dalluar që bënin parrulla të mira, filluan vidhin tullat sindikate nga pallatet dhe filluan të bënin me tulla sindikate, e cila thoshe Gimi aty ofron avantazhe estetike, në fakt ofron avantazhe estetike se i bëj një drejt pastër dhe nuk i ato as këto delet e vit nuk e prishin as shiu e qysh tek. Ndërkohë Gimi tha, po duhet së pari përveç se po na vjedhin tullat, që është një dëm i madh, por nuk rekomandohet kjo gjë, u kritikua me të drejtë nga Komiteti i Partisë, sepse ne duhet i bëjmë me gur, sepse është populli që i gjen gurët spontanisht, shpreh dëshirën e tij spontanisht. Pra parrulla do vazhdojmë me gur dhe ky në fund fare me ca gur shkojmë fundar. Kjo që këtë mesazh desha nuk doli shumë qartë se s'dëgjoj edhe zëri mirë dhe edhe shpesh nuk kapi, por kjo që për ta hedhur në erë si thua që gjithë falsitetin, hipokrizinë e propagandës, e cila ti pretendon që populli merr gur veti për rroft e Hoxha, rroft diktatura për proletariatin, ndërkohë ti ke nga mbrapa ke një sfond aq të egër që të kontrollonte, që thonë e ke bërë me pasion apo pa pasion. Unë mbaj mend që kam bërë 3 muaj dënim, si ishte një dënim i madh, si ishte një persekutim i madh, por që aty nuk u realizua mirë, po më dha një parrull me një mur magazine Misri, i cili ishte me gur kështu,
me gunga, me ashtu, dhe ta bëja nuk e bëra me bojvaj, po me anti-rrugë më dhanë atere, po shkon të shkronja shumë shtrëmbër. Dhe mbaj mend që ka vajtur, kaloja i kryetari këshillit, a sekretari partisë, dhe e kishe parat parull dhe tha, kjo parull është bërë pa pasionin e duhur. Kjo fjalë thjesht duket në pamje. Pra të shkruash Rothe Mberogja pa pasionin e duhur. Kaq thaj. Me pasionin e duhur, atë apo jo? Pardon? Atë parull me do të pasionin e duhur? Me pasion e bërë nga frika, jo se bëj pasion madh, po nuk i thash ishe gurët, ishin me ca gurë shtrëmbë, magazin misri, shumë ashtu, duhet të amadhan me qëllim, sepse kisha keq fakt me atë. Dhe i kam lënë emrat edhe mbiemrat i kam lënë kështu siç kanë qenë. Ka qenë ai përbindësh Sabaf Keqi, një Keqi, që vërtet i frikshëm. Edhe ky Tosku. Ndërkohë, edhe një kuriozitet, kur bë premiera në Paris, në një sallë në Champs-Élysées, në një sallë të mirë kinemaja, bë në 2002-shin. Pra, unë kam qenë mësues fshati 74-84, mas 84 se era në Tiranë. Dhe u do shkonim me Gjergjin Luizën, dhe kishe shumë publik, se u mbush në atë kohë Champs-Élysées me ato reklamat me parullat, që krenarie madhe. Dhe para se tynim në sallë, kur shoh sekretarin e partisë në Paris, këtë Fran Keqi, Fran e ka pasur emrin, po Sabaf Keqi bën. Dhe ai kishte dëgjuar që do vi Yllieti, do vi, ka bërë film për shitur mend edhe me të shoqen aty dhe i kishte thënë shqiptarëve të tjerë, po e kam mikun atë. Dhe që unë habita zhesha i Paris. Edhe pyeta, edhe u shqetësova në fakt se do identifikohej, do dhe ta dalë personazh negativ dhe i thash ai për qafe putuan dhe këtu, po i rinja kështu po t'ishin këtu, i thash, unë ka marrë azil politika. Ironia e evolucionit të mëtejshëm. Si ke marrë azil politika, ka marrë ta me dokumenta, me gjëra, me ashtu dhe këtej. Nëse bëra si bëra, ju largova, hymë sallë, e kisha shumë merak, plus thash do më bëjnë një skandal, ku çdo gjë mund ndodhe. Edhe kur dola, mbaroj filmi, kërkova kishte ikur mes filmit. Kishte larguar. Po. Po, pikërisht, ka pa dhe emrin, pa dhe e njohi për një atë vetë dhe kurse ky Tosku, ky është i shkoj shpeshherë në atje në Malësi, kur kemi qenë burim mirë i pjekur, ka qenë i persekutuar. Një të përë gjithë të kanë gjithë kursin e një të kapur një kurqë përshtarët me realitetet dhe ona të kursin të qenë shumë të të. Do dhe edhe në të dhja që të kishtë pak një punë tjetë, alternativë të 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 një tjetër, thjesht është të dronë të një gjithka për personajnë e një. Në të kuptohet gjithka për shumë për lidhen e këtyre dhe në thjesht janë kurrë Shiko, filmi është autobiografik përveç skenës dashurisë. Jo, kështu ka qenë vërtet, ata e transferuan në një fshat tjetër, ajo është Amerikë madje tash. Edhe e kisha humbur edhe kontaktet, vetëm kur ka ikur shpejto, ajo mund të kishte ikur që 92-shin, 93-shin. Shkoj me i fshat tjetër, pra nga ana artistike, ke pyetjen apo realistika evolucioni i saj? Pra realisht ishte kështu që unë jam larguar në 83-shin, jam larguar nga fshati, dhe kam lindur rritur në Tiranë, po atje më emëron siç e emëronin gjithë mësuesit. Dhe nuk e mora vesh më vonë me fjalë se cili vazhdon jetë e tij, po
Më vonë mora vesh që ka ikur në Amerikë dhe vjetë e kam takuar për të parë, po moshe madhe, unë jam i madh, me fjalë aq sa nuk njiheshëm me njëri tjetrin. Kurse në film hiç, pra ose edhe në libër, aq sa i takon, nuk është se ç'a të bëj një histori dashurie, më tepër një tablo realiste në pamje neutrale, të themi. Për që të japi mesazhin indirekt, shiko, të bëjmë, lejoni të bëj dhe një shpjegim, se shpeshherë për të orientuar për këtë film. Për të vendosur një diktaturë, se thonin pse kaq frikacak, pse se reagove që është ky film deheroike, nuk ashtu. Kur vendosin diktaturë, për shembull, fillon me masa shumë drastike, supozojmë, u bën 45-ën, në ato 45-ën kush dilte hapu kundër partisë, Busine Kokalari, Sabia Kasimati, që ato që flisin, të vritesh, futesh në burg, edhe u pushkatuan, u bran, pastaj u internuan, dhe gradualisht ç'a efekti ka dënimi? Dënimi dënohet njëri tjetri ka kujdes. Pra nëse ti flet del kundër partisë me ashtu, atëherë unë s'flas kundër partisë. Gradualisht rrethohet, sepse ku është forca e diktaturës? Bëhet gradualisht, fillimisht të komandon veprimet, të shprehurit, foljen, sjelljet, të komandon më pas mendimet, ti kontrollon gradualisht, ti kovizon dhe më pas emocionet. Dhe ti bësh vegël, përshtatesh, në biologji do përshtatesh ndaj rrethanave, dhe ti bësh gojë mbyllur gradualisht, dhe ato që përshohet e proj kjo, Luiza duke folur nga njerë që ta qa bëhet me ashtu dhe këte, prap u tërhoq. Edhe ky pastaj u nështrua, personazhi kryesor, ku të trishe sekretari i partisë, të thoshe ke bërë pa pasion, pa rrullën, ti mendonje fatin, mbaj mend ka qenë ky vllai Edison Hypit, ka qenë i tjetër, kishim aty në fshat, se shtaj një gjë tjetër, futën brenda, ngeli 10 vjet burg, për një gjë fjalgoje. Do të them që kjo përshtatja dhe bëhesh pasiv pasaj, adoptohesh dhe ke referencat e tua se si të orientohesh për të mbijetuar mirë dhe shi hapësirën tënde të fshehur, nëse ke disidencë në Shqipëri, pse pati një intelektualizëm, se shpeshherë thonë në diktaturë që të gjithë kanë vojtur, jo. Gjej një hapësirë, duke gjeografikisht vend i vogël, ti kishe dritaret alternativat e Radio Italis, Serbit, Grekut në jug, po sidomos Italia, Radio Italis, Rai ka qenë dritarja vërtet shumë efikase, e fuqishme, e emancipimit, të themi, kulturor, shpirtëror. Pra ka pasur një jetë underground Shqipëria, por të kujdesshëm, për shumë ka pasur, gjithmonë ka pasur intelektual, shtresh të mirë intelektualet Shqipëria, inxhinier, doktor, por që ishin përshtatur mirë, bënin jetën e tyre, dëgjonin muzikën e tyre. Për shembull, mua kam dashur ta fuzoj në film tonë. Më vonë kam parë që kam pasur një raport ndaj meje që unë dëgjoja Radio Luxembourg, ka qenë e famshme muzika Radio Luxembourg, Rai ose Radio Italiano ose Radio France International, këto tre e dëgjoja, dhe më vonë kam parë që pas kam qenë denoncuar për këtë punë. Nuk futesh e brenda pse dëgjoje Rai, po ama të evidencoj dhe rasti më të parë pastaj të përkthej me gjë tjetër. Besoj që dy scenari më vjen nga këto filma të tjera, më vjen shumë mirë për faktin që sigurisht nuk glorifikoj personazhin kryesor, pa nuk ndori këtë themi heroizmi në mënyrë të shtuar sa për hir të ngjarjes apo për hir të historisë. Po qëndroi një lloj me këto më thotë di historia dhe kjo më mendoj të rëndë vlerë për filmin. Kjo për dy arsye, Renis. Edhe si këndvështrimi artistik unë këtë mendoj që për qëllë sama, po edhe koincidon edhe me realitetin tim, nuk kam qenë në trim në jetë, ka pasur trima, po nuk ka aq sa e thebe humor, po ka qenë e vërtet, më thoshte se unë jam nga një familje trimash, themi, nga Butka. Edhe gjyshja ime më akuzonte, do kam qenë djali brish, kështu jo në i trimat, thoshte gjyshja
me këtë ka zënjo tëmë se nuk je nga fisi ynë, nuk je nga që dalloqe, pra mund t'jetë dhe kjo që kanë personazhe kështu, po ashtu kam qenë, edhe nuk është se pësova në gjë, nuk kam qenë i persekutuar, kam bërë një 3 muaj në prodhim, pastaj erdha në Tiranë, bëra doktoraturë këto gjëra që nuk kam qenë i persekutuar politik, në thënë. Në pak të vërdeve të tjera, dhe të është një loj, ka gjithmonë një loj mënyrë groteske të përshtatës të tjera dhe realitetet. Pra kjo është të nga aktivituar në këtë filme e vëmëre. Slalë një bën, janë dhe komunike, pa janë dramatike një kostisht dhe kërën të loj të pesitetit. Filmi një plan për një projekt të arshëm, të ujtë dhe të një plan gjithë në të duar. Një projekt që në pas të avancuar që të krisi që gjithë mund të në parë të realizuar. Kam shumë, po dështojmë në aplikime. Nuk... Pardon? Dështojmë me sukses, po. Kam, po, nuk është se kam shkruar shumë, kam se unë zakonisht bëjmë mbi librat e mi. Kam botuar 5-6 libra gjithsej në jetën time. Fati është që të 5-6 jam përkthyer në disa gjuhë, mbi 10. Po dhe ato përshtas, që i përshtasën në skenar, po nuk qanë të kollaj, po është... Dhe të shqis fundi morë i përgjirë negative pat. Bëra një skenar, kam bërë një 2-3 filma tjerë, ka që një, ai nuk u shfaq tu edhe i franco-italiano-shqiptar, një kronik provinciale, ai më vjen keq që nuk është aty që kasi më i mirë që mund të ketë pasur Shqipëria ndonjëherë, u fut dhe Teti Papavrami, violinisti, pastaj kjo kosovarja që e marrin ata vëllezërit Darden, Arta Dobroshi, dhe pastaj Birçe Hasko, Kim Qiriaqi, Çim Xhepa, Bert Ndrenika, ishin vërtet kasi përsosur, dhe nuk u shfaq, këtu u shfaq vetëm një premier, mora një shpim skenari, edhe ai që film i mirë. Por nuk çështje produksioni, fillojnë sherrët e produksionit francez me shqiptar, producentja shqiptare nuk i promovoj. Pastaj kam ky skenarin e mbi romanin ndërkombëtar që bëri Pluton Vasi, nuk është se jam me në një shumë entuziast nga ana artistike. Filmi që i vështirë, se është roman i vështirë rrëfejme ndërkombëtar, edhe i grotesk është, ka humor më tepër, po shiko, këndvështrimi, do ta kemi dhe ndikim nga letërsia e shekullit 20, është kaloj në këtë ironinë, i dha shumë prioritet ironisë dhe do t'jetë ndikimi këtyre. Këto pëlqen Saramago, i cili është shumë i hidhur ironik, ky Ari Bël, që më frymëzojnë. Kjo letërsia më tepër që e ka nganjëherë, për shembull në Poloni, që një titull i madh dhe se ky është, masi u botova në Poloni, thonin a je shkrimtar humori apo kështu diskrituesi diktaturës, se jam marrë shumë e diktaturë. Do të them që shpeshherë keq kuptohen si shkrimtar humori. Po stili im i thjeshtë, në fakt, nuk kam ndonjë stil të përpunuar shumë, të është vjedh dhe më kanë tërhequr këto, për shembull, personazhi i këtij që bëri me ky Leshi me Vietnamin, ai që vetëm si figurë në batutat e tij, për shembull, që atë lëre merre pa bërë komente, pa bërë letërsi partizane, që tu është lëre siç ishte, mbaj mend Leshin atëherë që ne kishim mbaron të mbledhje, ai kishte bërë autokritik me shkrim që pse ishte parulla me Vietnam, që më përpun ato, kishim dhe të mësuse, gra që aman shkojmë shtëpi se të marrojmë mbledhja të Leshit, ose do më gjoni autokritikën, po lemër hiqës ka gjë mos e bëhet e parull. Më në fund, Leshi aq që i doktrinuar me Vietnamin, sa prapë du me Vietnam, thoshe. Vietnami është fundin tjetër të botës. Po, në kohën e luftës me Vietnamin, atëherë mbajmën 67, më kam qenë i ri vogël, po mbajmën që Vietnami do fitoj, dhe Leshi ishte fiksuar e kisha parullun atje në Majtmalit, edhe ajo ngel të vazhimi shkote e pastrot dhe Leshi, as deshet ja dinte se çfarë
situatën ndërkombëtare. Do të them të figura të tilla groteske, vetëm jepi pa është bruto, janë personazhe shumë të këndshëm që ata njohin me tillë. Kam këtë romanin e fundit, histori njerëzit të zakonshëm, me këto jam marrë njerëzit të zakonshëm në përditshmërinë e tyre. Para një parull, mos të bëre duhet për të gjenë në kasë, një parulla madhe në Berat, në Berat. Po aty e në verë parti ka qenë, po aty hoqën dy janë, atë nuk e bënin mësuesit, se që shumë e madhe, se zakonisht në parullat që bënim neve ishin 1,5 metra, 2 metra gjatësia me gull në kodër, kurse ajo parti e në verë ka qenë 50 metra një shkronjë gjatë, atë se bënin do të mësuesit, e ka bërë ushtria, reparat ushtarake, dhe për ta hequr, për ta fshirë atë kanë hequr dynjan, për mua le ta linin më tepër si relik historike partia në verë. Ka të diskute ka më një Paraprakisht sqaroj që nuk jam diplomat karriere, po kur botova atë romanin në rrëfejme ndërkombëtare, ai pati zhurmë shumë dhe merri me shumë tema ndërkombëtare, dhe që duket zgjodha interesin e politikanëve, të cilët e kanë pëlqyer si Majta, si Djata, si Rama, si Berisha, më vronin për atë, dhe atëherë më propozuan, po morën nga qarqet kulturore të themi, që u bëra ambasador. Shiko, ambasadori që i vendi privilegjuar nuk kishte një punë të madhe, kishte shumë privilegje. Që jetë e bukur, unë nga 3 vjet deri te 6 vjet kam përshtypjen që na harruan, ishin një brezne. Diplomaci kulturore, e vërteta është unë s'kam një përvojë si diplomat, po që nuk që një gjë e vështirë, si thua, se ç'a bën ambasadori. Ideja është që do forcosh marrëdhënie midis 2 vendeve, por nuk është se ngelet ke niveli një ambasadori për të forcuar marrëdhëniet Francë-Shqipëri. Unë mbuloja Francën, UNESCO-n, Portugali dhe Monakon. Kam qenë në Monte Carlo dhe aty ambasador Monako. E vërteta është me diplomaci kulturore kam manovruar, për shembull, mbaj mend Princin Albert, për shembull, i Monakos, atë e zura mikë se më ftoi dhe ndasën e tij që u martua me një australiane atëherë, na ftoi trupin diplomatik, ose më ftoi vetëm mua. Dhe i dhash në një nga ato takime, se kisha shpesh takime pune, i dhash librin tim Parullat me gur, këto, që është bërë dhe ky Lestogon të Pierre Frëngjisht, na lidhi shumë ajo punë. Dhe e kisha rrugën hapur me Princin, me fjalë, ai sa ka bërë dhe darka 4, themi, 2 çifte që gjej privilegj që quaj. Me ishte me Monakon nuk ishim në i fushë të madhe, po mbaj mend për shembull që sidomos kam shfrytzuar me që jemi këtë diplomacia kulturore, Kadaren, po ku kam qenë unë ka qenë Ismaili aty. Dhe kur bëja kisha në i punë, për shembull kërkova një takim një ministrit të industrisë, ka qenë një Patrik Devexhan, për të metrona, tramvaj që do bënte në Tiranë. Edhe vendi vogël Shqipëria s'ma vari. Tha sekretare që thuaj të vi me një darkë, sepse kishim një buxhet dhe po që duhet të harxhonj atë. Dhe nuk ma vari, i them Ismailit që kështu i thash, duhet bëj atë punë, hajde dhe ti, do çka të bëj kultura, duhet të hajde ti them që do vi dhe Kadare. Sa i thash, masja 2 javësh, i thash, do vi dhe Kadare, jam dhe unë ashtu, më erdhi në darkë, bëm punën, bëri projektin.
Kurse dështimin më të madh e kam pasur në këtë dhe i madh, kulturor do të thosha, kërkon kryeministri Berisha atëherë tha duhet të vendosni statujen e Skënderbeut në Paris sepse ishte mbushur me statuja serbët. Serbët kanë shumë statuja në Paris, në Francë. Edhe marrëdhëniet e tyre historike Serbia-Francë. Dhe duhet bësh lufta që të vendose, po të kap një shesh në Paris. Edhe të vendose statujen e Skënderbeut që e luftë e madhe. Nëse ftoj për darkë në kryetarin e Bashkia e Parisit që e qeverin vete me buxhete kolosale, ftoj në kryetari, përgjithësi Bashkia e Parisit është me homoseksual, është orientuar ashtu edhe. Dhe bëra një darkë dhe ftoj për të qenë brenda dhe kulturalisht për Skënderbeun, ftoj dhe ka qenë një profesor në shqiptar në Sorbonne, Remzi Përnas, ka marrë dhe Remziu ta kisha si armë, se vetë si jam historian. Vjen ai me gjithë, edhe ai erdhi çift, 2 meshkuj. Dodi në atë kohë po diskutojnë në parlamentin francez adoptimi i fëmijëve i çifteve gay. Dhe filloi po mikte darka shtrenjtë shumë, pra që kishin buxhetin e gjithë vitin për i darkë, jep e merr, ai thoshte ligji kështu gay, kështu atë këtej, unë i thonja Skënderbeu, e kishim gjetur dhe sheshin, po ta vendosim këtu Skënderbeun, ai prap po shkoj 2 orë gjysmë them në punë Remziut, Remzi thuj me takt, si historian që je, që Skënderbeu ka qenë gay, sa të na japi sheshin që Remziu nuk e pranoi. Jo, tha, nuk e ul nivelin e ka vdekur të që kënduar jetë, burrim mirë shumë. Jo, tha, nuk e humb derin e Skënderbeut, po le më sa të na japi sheshin, pastaj e kthejmë prap. Dhe nuk na i dha sheshin. Po tashi ky është një ambasador që më ka zëvendësuar, është vërtet shumë i shkallët. Shumë i zoti dhe nuk e them këtë për modesti, po jashtëzakonisht i zoti ky dhe e lexova në shtyp që ja ka arritur është miratuar në parim, po akoma s'është se janë rryma politike, rryma influenca Shiko, ajo bashkia edhe po ndrojshin, aty ishin orientimi që komplet kjo për diplomacinë kulturore. Dhe mbaj mend tash po të tregoj një sukses që bëra një, si quhet kjo, përshpirtje për Nën Terezën në Notre Dame, që Sezinje Kollaj Notre Dame u bë shqip. Pra ftuam një prift nga Shkodra dhe u bëm ajo mesha shqip. Ditën e diel Notre Dame është syndot nga të huajt dhe shkova dhe unë natyrisht, urdhën dhe ambasadori i Indisë, sepse që India Nën Tereza, dhe gjithë hapën sytë sava se po dëgjonin meshën, vinin edhe fetar, kur s'po merrni vesh që është kjo gjuhë. Dhe u bë buj pastaj Shqipëria e vendi musliman, islamik, apo si ka mundësi, që është kjo meshë në Notre Dame, kush ja dha? Ajo që arrita me vështirësi, po e arrita që tamam për të thyer edhe një klishe që jo si bën musliman islamik. Pra në këtë i pata një farë suksesi që mund të quash si ambasador, sepse po diplomacia kulturore me ato, për shumë me libra, jepje në i libër në i këtyre politikanëve francezë, ato që kishe ti, me shpresë ta lexonin, pjesa më e madhe nuk e lexonte, thoshe faleminderit, ai hudhte aty në kosha kush e më vet. Po që qetë platformë efikase e privilegjuar kultura për të sensibilizuar. Luajja shumë në Francë, luajja se me Ismailin, me Kadaren. Kur desha të realizoj në gjë, i thonja, dhe për i vërtetës ai ku kishte çështje të rëndësishme, e bindja Ismailin hajde për darkë, që para që vezves kështu, nuk është se parante Kollaj, por që për çështje të mëdha, sidomos për Kosovën, atë kohë ishte shpallur shteti i Kosovës, e kam shfrytzuar Kadaren atë. Duhet për një skenarit është besojnë, panë dhe nga eksperiencë e fakët, që marrëdhënia me një skenarit që realizohet shumë komplekse. Sepse skenaristi ka një vizion për skenarin dhe realizojë mund të ketë të tillë gjithmonë ka një përplasje. Kemi të lehtë kur ja jep një vepër tuaj një regjisorit, kur shihni që ai nga
trajtuar në mënyrë tjetër nga ajo që kemi pasmonë. Shiko, po bëj një parantezë. Unë qarqet e kinemas, përgjithësi nuk jam shëranjoz në jetë. Në qarqet e kinemas unë quhem tash Grindavec. Më ka dalë nami edhe vërtet kështu thonë, ja i bësher, por nuk është se bësher, po që kjo ke tendencën që ti të nxjerrësh atë që ke shkruar, jo për ego, po që ke mesazhin tënd. Por për të ardhur në fundit është që filmi është i regjisorit. Pra, fillimi e mbari filmi është natyrisht pa një skenar të mirë, pa një përmbajtje, po përgjegjësinë e mban regjisori. Dhe me kohë pasaj fillova të adoptohem për shembull qoftë me Gjergjin pata fatin e mirë që kemi Gjergjit ja tha shumë dhurat si thua, u morën fonde në Francë, producentët francezë i gjeta unë jo pse po nga rrethanat që u krijuan nga libri. Dhe Gjergji ishte mirënjohës për këtë gjë, pastaj patëm edhe me Gjergji sherr për gjë formale, po. Dhe më tepër 99% të çdo skene, një skenë që unë s'jam dakord, ajo arrestimi u bë shumë klishe, arrestimi aty se e bën përfund, që prapë s'ma dëgjoi Gjergji, ose ajo dashuria me atë brigadierin, Gjergjit ja tregova shumë më reale, po prapë s'doli keq. Dhe prapë ti ke egon thua, po bëjmë kështu se unë, sidomos kur e ke jetuar. Kështu vajte pasaj me këtë Pluton Vasin, me ndërkombëtarët. Plutoni më ndryshoi komplet, aty u përplasëm themi artistikisht. Ajsa nuk vajte as premier, se e ndryshoi komplet, ndërkohë edhe ai roman është autobiografik. Plus që unë kam këndvështrimin tim, shihen time, ai ka si regjisor shihen e vet, por në fundit skenaristi duhet ditë të mbaj pozicionin, e ka regjisori dhe s'duhet hapur goja. Tash të dy janë me një barkë, regjisori me skenaristin, interesi është që dalë një film i mirë. Por asnjëherë si e njësoj në një linjë të përbashkët me njëri tjetër. Kam pasur me fjalë kam pasur përplasje me Plutonin artistike plasje thonë, me Gjergjin, jo ashtu me filmin pëlqeu që bëri Gjergji, por të dhëm kur ti e sheh që ta deformojnë ku do dalësh për shembull filmi ndërkombëtar është ky këndvështrimi që thatë ju, e kam neutral, ironik. Ai e bëri estradë një moment, e bëri si që sharake shumë për të degeneruar të huajt në formë estradeske, gjë që e bën efektin e kundërt, pastaj duket shumë tendencioz. Po doli tendencioziteti ose bias. Pra shmangu marrjes pozicionit, kjo është ideja ime ose këndvështrimi im. Përpiqu t'japësh idenë e neutralitetit dhe përmes një neutraliteti në pamjen e dukje, qoftë edhe falso, po neutraliteti përcjell jep ato ngjarje që pastaj ta nxjerrë ta bësh spektatorin ose lexuesin ai të marrë pjesë ta nxjerrë konkluzionin, mos ja jep ti të gatshëm. Puna është mos i bëj moral. Mos ky është i mirë, ky është i keq, ky është black, ky është white. I jepen në formë neutrale ngjarjet në pamje të parë spontane dhe pa mbajtur pozicion. Pozicioni del nga vetë, del indirekt. Po me këtë metodë ti hedh grepin spektatorit ose lexuesit që ai ta ndjej që po e zbulon ai, ta marrë ai pozicionin, po jo t'ia thuash ti. Cila është detyra më e madhe? Qeveria apo filmi? Është arti që përgjigj për çfarë më ke të ndjenjë më tepër. Se kam vendosur akoma, se kam kohë përpara. Jo vërtet nuk e di, po më pëlqejnë të dyja tash. Kinemaja unë aventurova dhe me një film vetë shkurtër bëra me Berdarenikën, një film 30 minutash. Berti i ka qef se s'gjen kollaj viktima që të lexojnë, po Berti më lexon Berdarenika dhe më thotë një ditë ore më pëlqeu një tregim, tha hajde ta bëjmë filmin, thash unë po gjejmë regjisor, jo vëlla ta bëjmë. Ja, bëjmë unë jam aktor, tha ti regjin bëje ti, po s'kam bën herë pa atë. Edhe e bëra për qef. S'kisha anën teknike, se nuk kam formim teknik, në fund punët regjizori është një profesion, duhet ditur kjo. Gjithsesi, me që merresh me këtë, unë ja kam thënë dhe leksion, kam përshtypjen. Regjizori është një botkuptim joti për jetën.
Pra përveç anës teknike, ndryshimi, kamera kështu andaj këtesh, pra zjero kulturën, merr fenomenet e jetës, pra lexim, përvojë jete, emocioni jot, këndvështrimi yt për një ngjarje kush janë, vdekja, dashuria, tradhtia, frika, ankthi, ti ke këndvështrimin tënd, jep këndvështrimin tënd për fenomenet e jetës në pa bërë moral, se këtu desha dalë, po që mund ta japësh, sidomos regjizori për mua është duhet të jetë dhe psikolog dhe filozof dhe shkrimtar dhe njohje jete, njohje fenomeneve dhe qasja jote për fenomenet e jetës. E shoqëruar kjo me një teknikë caktuar që e bën shkolla pastaj, ato e bëni mësohet në shkollë. Po kështu janë bërë regjizorët, Fellini s'ka bërë shkollë kinemaje për shumë. Po kishte një këndvështrim të tij për jetën, po ashtu ka shumë regjizorë që s'kan bërë jo se duhet dekorajo shkollën, po që shkolla është instrumenti që ti realizon çfarë bëhet kuptimi ke. Falenderoj, falenderoj juve për bisedën. Falenderoj juve për tekstin.